Studio dhe puno, një panair i cili u zhvillua edhe në Vlorë, një aktivitet ky i cili ka patur për qëllim prezantimin e ofertës së punës, por gjithashtu edhe të studimit. Pjesë e këtij panairi kanë qenë institucionet e arsimit të lartë, jo vetëm nga Vlora, por nga gjithë vendi, ku vlen këtu të përmendim zyrën e punës dhe qendrën e formimit profesional në Vlorë, por edhe shkollat profesionale, ku ka patur një interes të lartë nga nxënësit e këtyre shkollave. Qëllimi i panairit ka qenë që të rinjt në Vlorë të njihen me ofertat e punës, të cilat janë aktualisht në treg, por gjithashtu edhe të prezantohen nga afër me ofertat e studimit që u japin atyre mundësinë të zgjedhin një profesion pa u shkëputur njëkohësisht edhe nga studimet. Blerta Mitro, nga Qendra e Arsimit Profesional në Vlorë, tregon se zhvillimi i këtij panairi ka një ofertë shumë të mirë për të rinjt, ndërsa ka zbuluar edhe mundësitë që ju ofrohet atyre për të studiuar apo për të punuar, duke zgjedhur pse jo edhe një kurs profesional. Ne jemi shumë të kënaqur sot që jemi pjesë e panairit të punës, ku mund të shfaqim ofertën tonë. Jemi Qendra e Formimit Profesional në Vlorë, ku ofrojmë një sër kursesh, diku te 23 kurse të formimit profesional. Kurset tona zgjasin diku te 4 muaj gjysmë, por e theksoj që kurset për ata që janë të papunë, të regjistruar në zyrën e punës përfitojnë falas, ndërsa për personat të tjerë që janë të punësuar dhe të siguruar, sigurisht, kurset përfitojnë me pagesë, me një pagesë minimale, po them, për 4 muaj gjysmë. Gjithashtu, regjistrimet në qendrën e formimit bëhen nga Albania, të gjitha regjistrimet, si me pagesë dhe pa pagesë, të gjithë kursantët, po them, duhet të regjistrojnë nëpërmjet platformës Albania. Kurset fillojnë dhe vetëm regjistrimet janë në çdo kohë për 12 muajt e vitit, pra kursantët mund të vinë aty të regjistrohen. Ne ofrojmë ndihmë dhe mbështetje për gjithë. Ka universitete, me sa po shoh domethënë dhe unë sot janë universitete nga i gjithë vendi, pra nuk është vetëm rajonale, por është shoh shumë universitete që sot janë te panairi i punës për të ofruar ofertën e tyre për gjimnazistët më shumë sigurisht, e pasi mbaron kalojnë në universitete. Ndërsa ne jemi për të gjithë. Ky panair nuk është zhvilluar vetëm në Vlorë, por është trirë në shumë qytete në rang vendi. Në qytetin e Vlorës, panairi është mikpritur, ku pjesë e tij kanë qenë shkolla profesionale të qytetit dhe 10 të rinj, duke tërhequr vëmendjen dhe interesin e tyre.